Kjo mbrëmje artistike organizohet në nder të një prej violinistëve më të shquar dhe më të mëdhenj të shkollës dhe të traditës sonë muzikore, artistit të popullit, profesor Ibrahim Madhit. Të respektojmë artistët, brezat e artistëve, pedagogët tanë, është jo vetëm një ndërgjegjshmëri e mbrëmshme, morale, por është dhe detyrim. Me profesor Madhin, do thonja, kam pasur lidhje shumë të hershme, që janë dhe lidhjet familjare. Sigurisht baba im ka pasur mik, kam bashkëpunuar dhe më vonë filloi një bashkëpunim edhe në skenë, siç ishte për shembull në Festivalin e Radio Televizionit kanë luajtur një pjesë e cila quhet Joritica. Paraqitja e atyre të dyve që janë me të vërtet dy violinistë mrekullueshëm, ku Ibrahimi sigurisht spikat sepse është një violinist i klasit profesionist të mirëfillt dhe ka bërë një karrierë të mrekullueshme. Kjo na ka nxitur gjithmonë duke e pasur një pikë reference. Jo vetëm unë, po të gjithë kolegët e mi, të gjithë ata që ishin sonte në këtë mbrëmje, ata orkestrantë të cilët kanë qenë pjesë e laboratorit tij, laboratorit i cili e ndërtoi gjatë karrierës tij artistike kur ishte këtu pedagog, dhe kjo e bëri që ata të luanin me një impenjim maksimal, me emocion të lartë, gjë që spektatori sot mendoj se pa një mbrëmje ndryshe në kryeqytetin e Tiranës. Koncerti ka një program të përzgjedhur që ndërthur vepra të repertorit botëror dhe repertorit shqiptar, të cilët profesor Ibrahim Madhi i ka interpretuar për gjatë gjithë karrierës së tij artistike. Edhe pikërisht një nga veprat më simbolike të repertorit të tij është edhe suita nga opera Mrika e kompozitorit Prenk Jakova, e cila është punuar për orkestër harqësh nga mjeshtri Gjon Simoni. Kjo vepër, si edhe pjesët e tjera në vazhdim, do të interpretohen nga pedagog, ish student dhe artist të ansamblit të harqeve që ai e ka krijuar. Dajbimi ishte jo vetëm një frymëzim i madh muzikor për mua, por ai luajti një rol të rëndësishëm në edukimin tim, duke përdorur njohuritë dhe rrjetin e tij të gjerë muzikor për të më lidhur me pedagog të mrekullueshëm gjatë shkollës fillore në Shqipëri. Kur isha i vogël, përveç famës dhe regjistrimeve së tij, e njihja Dajen nëpërmjet takimeve familjare. Unë pata mundësinë ta njoh më mirë kur erdha në Tiranë
për të dhënë koncert në moshën 26 vjeçare, mbasi kisha imigruar në Kanada prej 11 vjetësh. Dhe është nëpërmjet këtyre bisedave në tetor të vitit 2012 që ndjeva një lidhje të veçantë me të, jo vetëm si muzikant, por edhe në nivel personal. Ai më priti me krah hapur dhe folëm disa herë për muzikën, jetën, të kaluarën, të ardhmen. Megjithëse kishim 2 breza ndërmjet në moshë, ai më trajtoi si një mik, si një koleg të tij, dhe më fliste me shumë ngrohtësi dhe sinqeritet. Janë këto momente me Dajbimin që do t'i kujtoj përgjithmonë. Për mua, ai nuk ishte vetëm një artist i madh, por edhe një njeri i shkëlqyer. Për 80 vjetorin e tij, dua t'i dedikoj një pjesë të kompozitorit italian Domenico Scarlatti. Do doja shumë shkurt me ju miq të ndaja një detaj personal të ngulitur thellë në memorien time. Ishte mbrëmja kur po festonim si fakultet 6 vjetorin e ditëlindjes, dhe kur shkova tek Bar Barcelona, aso kohë përballë me hyrjen e pasme, gjej profesorin se që siç duket dhe ai kishte dalë për t'u qetësuar pak nga zhurmat normale të festës. Mu afrua dhe më pyeti me atë elegancën që e karakterizonte. Sa vite t'u bën këtu si pedagog, më tha. Mu bën një caj, thash unë 6, 7 mbase. T'jap një këshill, më tha. Mos haro t'u jesh mirënjohës të gjithë atyre që të ndihmojnë në jetë. Të tjerët mund edhe t'i harrosh. Uroj shumë që mirënjohje të tilla të kthehen në traditë, në nderim të personaliteteve tona të shquara. Gjithë to kolegët e mi që luajtën sande kanë qenë bashkëpunëtor profesor Ibrahimit, kemi punuar gjatë, kemi marrë dije nga ai. Por në për mos u zgjatur fare, do të thoja që një person autoritar, një njeri racional, i pa kompromist, edhe unë do ta konsideroja si një figurë tridimensionale. Ibrahim Madhin e njohin si instrumentist, si violinist. Në fakt, detyra e tij parësore ishte pedagogjia artistike, cilës ai dedikoi jetën edhe dha një kontribut për më shumë se 50 vjeçar. Pra, figura e tij, portreti i tij si pedagog, është pozicioni i parë. Portreti i tij si interpretues i violinës, të cilët ka lanë modele dhe shembuj të cilët nuk e kemi të lehtë ne t'i kalojmë, t'i çojmë më përpara, e bëjnë 2, duke menduar që e filloi karrierën që në moshë fare të re, në moshën 16 vjeçare, 17 vjeçare, luan koncertin e Mendelssohnit me orkestrën e televizionit, një ngjarje, mendoj, për botën artistike shqiptare, për të vazhduar pastaj me premiera pafund të Ijdais, të Thomagachit, autorëve Shqicezadeh, sonatën e shumë vepra tjera, koncerteve, për të vazhduar me recitalet e tij me piano, me partnerë si Anita Tartari, Gzim Laro, Muharrem Denizi, trioja e famshme dhe sigurisht që orkestra. Pra kjo është portreti i dytë i tij sipas me në këtë tridimensionalen e tij, dhe nuk do doja të lija pa përmendur, ndonse kolegu im përpara e përmendi pak, edhe portretin e tij administrativ. Ishte një rëndësie goxha të madhe për kohën, sepse afroi të ky institucion forcat më të mira krijuese, artistike, interpretative, dhe me personalitetin e tij i bën të mballë atij seleksion të cilin, më thanë drejtën, koha jonë e ka pak të vështirë ta bëj.
Unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj edhe i jemi mirënjohës shumë profesor Ibrahim Madhet.
Fërfërin fletët e mollëve dhe than fjalët e violinës tënde. Cicërin fëmijët e kopshteve dhe than fjalët e violinës tënde, Ibrahim. Vërshëlleu basi i lokomotivës, përhapi fjalët e violinës tënde. Fjalët e violinës tënde përhapën edhe ujvarat e bjeshkën. Unë i dëgjova dhe erdha në koncertin tënd. Kokën e mbështete prapë mbi violinë, si mbi kraharorin e shqetësuar të së dashurës. Lulëzua në përbrazdat e trurit pentagramet e gjelbra. Ku do na shpihesh sonte, Ibrahim? Salla është plot pritje dhe heshtje. Zemra tona të qelura për këngët. Ku do na shpihesh sonte? Fushat kanë grur, malet kanë bakër, qiejt avion. Ne kemi fushat, malet dhe qiejt e kaltër, ne kemi këngët. Violina jote është shumë e gëzuar. Arku lartë, arku poshtë, sikur kërkon në për mineralet e të shmuara të thesarit të popullit nga doge. Qemali vetë do të kishë zbritur nga pjedestali, do të vinte në koncertin tënd, do të puthte në ballin tënd të rrudhur si fush pentagrami. Violina e tij mbeti e varur në mua. E varur në zemrat tona mbeti violina e herojit. Violina jote, vazhdimi një këngë të cilën nuk mund të mos e këndojmë. Fushat kanë grur, malet kanë bakër, qiejt avion. Ne kemi fushat, malet, qiejt e kaltër, ne kemi këngët. Arkun lartë, Ibrahim. Ka disa njerëz që nuk ikin kur, por e ta kalojnë në një proces nga zhurma në heshtje. Profesor Ibrahim Madhi ishte njëri prej tyre, një shpirt që fliste më shumë me tingujt se sa me fjalët.
Thank you.